Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, ditën e sotme. Fillimisht njëherë dua t'ju uroj të gjithëve një ditë të mbar, një të njëjtë të bukur, një të njëjtë me shumë energji, një të njëjtë me shumë dashuri dhe të argëtoheni sa më shumë pranë njëri tjetrit duke përdorur fjalët më të bukura, sepse të themi fjalë të mira, të themi fjalë të bukura, të themi fjalë me energji të mirë, është një dhuratë e bukur që mund t'ia bëjmë tjetrit gjatë të gjithë ditës. Do të nisim ditën e sotme për të komentuar dinamikën që në fakt na ka shqetësuar të gjithëve, por njëkohësisht ka shqetësuar më së shumti familjen e saj. Ditën e djeshme në Instagramin zyrtar të Brikena Selmanit, do të thënë duke e ditur që familja e Brikenës nuk para reagojnë, nuk para flasin, nuk para shkruajnë për lojën e Brikenës brenda në shtëpinë e Big Brother, ato fillimisht kanë shkruar shumë pak në story vetëm për Mateon. Ditën e djeshme përzgjodhen që të reagojnë rreth ngjarjes që ndodhi në Big Brother VIP Albania. Do ta tregojmë edhe një herë ngjarjen. Unë e shikoj që Rogerti në logjikën e tij, në mendimin e tij, mendon që nëpërmjet formave të ofendimit, të intimidimit, apo qoftë formave seksiste, godet banorët brenda në shtëpi dhe tregon atë forcën e tij si banor apo si lojtar i Big Brotherit, që për mendimin tim nuk është kjo loja. Unë mendoj që Brikenën, nëse e shohin si banore të fortë, sepse të paktën Miri me qëndrimin në studio në momentin që Ledioni i nxori, e kuptoi se çfarë dashurie dhe sa fansa kanë Brikena dhe Mateo, do të thënë këtë gjë e hëngri Miri. Dhe tani, në qoftë se banorët brenda në shtëpi e shohin Brikenën si një ndër vajzat dhe banoret më të forta, më të pakonkurrueshme, duhet ta konkurrojnë nëpërmjet lojës. Duhet ta konkurrojnë nëpërmjet luftës që ato po bëjnë brenda në shtëpinë e Big Brotherit në kuadër të lojës, por jo nëpërmjet prekjeve, jo nëpërmjet veprimeve seksiste që një vajzën e bën që të ndihet keq. Do të thënë, ka patur edhe nga ato komente që unë në fakt u befasova kur i kam lexuar, që Brikena mund të ketë kaluar një tentim të tmerrshëm në jetë, mund të ketë kaluar një moment të vështirë në jetë, që i ka këto reflekset në moment për të ikur nga shtrati, për të bërë veprime të çuditshme. Tani mua nuk më duket që Brikena ka kaluar një diçka. Mua më duket një tjetër gjë, do të thënë këtë e them për ato analistët të cilët analizojnë lojën. Brikena nuk është se ka kaluar gjë, thjesht është duke e ruajtur me shumë egoizëm dinjitetin e saj dhe vlerën e saj si femër. Dhe unë për këtë gjë e dua ta falenderoj Brikenën që është duke treguar tek publiku shqiptar një femër që e ruan dinjitetin dhe vlerën e saj, pa marrë parasysh se kush burr dhe çfarë burr mund të jetë ai. Dhe këtu Brikena ka treguar thjesht njeriu që ajo është dhe vlerën që ajo ka. Tani, në qoftë se Brikena do ta lejonte Rogertin që të qëndronte tek shtrati i Brikenës, menjëherë do të fillonin dhe do të hamenconin fansat që Brikenës i pëlqen kjo loja, por dhe banorët brenda do ta përdornin këtë gjë. Do të thonë do ta bënin penin zinxhir, i themi ne. Do ta mbanin për lojë, por Brikena veproi në formë siç duhet vepruar dhe familjarët e Brikenës reaguan në Instagram duke cituar ca fjalë që kanë thënë ato, që nuk është krevati dhe nuk mundet asnjë mashkull ta godas një femër, ta lëndoj një femër, ta mërzis një femër me prekje. Tani, unë mendoj që vllau i madh duheshte të reagon natën e mbrëmshme, sepse u bë një lloj përmbledhje gjërash, u bë një lloj përmbledhje situatash, ku Brikena ishte tepër e tensionuar dhe shumë e lënduar, saqë shkoi tek dera e kuqe e dhomës së shpellës për t'i kërkuar në një farforme ndihmë Mateo, sepse ka qenë një ditë sot shumë e rëndë këtu brenda dhe kam qenë jashtëzakonisht e lënduar, do të thënë më kanë fyer, dhe në anën tjetër e kemi parë që Brikena është dorëzuar
ditën e djeshme për mendimin tim, duke i qarë në verandë, gjë që ne nuk e kemi parë Brikenën brenda në shtëpinë e Big Brotherit kaq të lëshuar shpirtërisht. Unë mendoj që Rogerti dhe Artani, sidomos, duhet që t'i kërkoj falje. Artani, si që duket, nuk e mësoi lojën e Luizit. Me njëherë ra vegla e Rogertit sa doli Luizi nga shtëpia, dhe kjo gjë mua nuk më pëlqen që banorët nuk din të mbajnë qëndrimet e tyre në lojë. Domethënë kjo nuk kupton që banorët nuk din të lozin, se po të din të lozin nuk i bëjnë këto gabime. Por gjithsesi, fansat dhe ndjekësit presin të ketë një reflektim nga ana e vllaut të madh, në mos një zarf të zi, le të jetë një zarf i kuq, i cili do të prishën televotimin dhe le të çonë kok më kok këto dy banorë në televotim për të kuptuar gabimin që e kanë bërë dhe të mos ripërsëriten më. Unë mendoj që një banor brenda në shtëpinë e Big Brotherit nuk mund të fitohet në qoftë se ti futesh në krevat, në qoftë se ti e provokon, sepse sado që nuk ishte një veprim seksist nga që Rogerti vetëm u shtrite Brikena, ai e la këtë mesazhin për të nënkuptuar që ti nuk je ajo goca e cila i thua fjalë që ti gjasme nuk i toleron meshkujt, që ti gjasme nuk i lejon meshkujt të cilët ti nuk i pëlqen të futen në krevatin tënd, nuk është vetëm boli aty, etj. Domethënë ai deshte të jep mesazhin Brikenës që ti e kjo fytyra, nuk je ajo fytyra që tregohesh, por Brikena në fund të ditës e ruajti jashtëzakonisht vlerën e saj, nderin e saj, njeriu që ajo është. Dhe për këtë gjën, unë kërkoj një zarf të kuq, që brenda në shtëpi domethënë banorët të mësohen që të respektojnë nivelet e tjetrit. Domethënë ka një nivel deri ku mund të arrijmë, ka një limit. Nëse ti nuk e respekton limitin e bashkëbanorit që ti ke brenda, bashkëjetuesit le ta themi që ke brenda ti në shtëpinë e Big Brotherit, atëherë domethënë ti po provokon, dhe derisa ti po provokon, kjo gjë po bëhet shumë e bezdisshme dhe shumë joshëse për banorët e tjerë, por e neveritshme për publikun. E shikoj që Rogerti ndjehet i lumtur, sikur ka fituar një gjë shumë të madhe, ai mendon që ka bërë një lëvizje shumë të madhe, por unë jam i bindur nëse se nuk reagon produksioni për një ngjarje të tillë, se ka reaguar jashtëzakonisht shumë, domethënë tani duhet vetëm ta nxjerrën Rogertin, ta përjashton, ta penalizon prej loje. Mendoj që do të ketë një reagim të ashpër ditën e shtunë nga ana e opinionistëve për veprimin që Rogerti bëri në përmbledhjen e komentimeve të videos gjatë javës se çfarë ka ndodhur. Unë uroj që Brikena të jetë fort, ka treguar shumë qëndrim, ka treguar shumë dinjitet dhe uroj që të vazhdojnë kështu gjatë gjithë lojës.